Ja çfarë ka ndodhur në javën e fundit në zhvillimet gjeopolitike. Presidenti i Shteteve të Bashkuara, Donald Trump, njoftoi se Izraeli dhe Hamasi kanë rënë dakord për fazën e parë të një marrëveshjeje paqeje në Gaza, që përfshin tërheqjen e trupave izraelite dhe hyrjen e ndihmave humanitare. Deri më tani Hamasi ka kthyer të gjallë të gjithë 20 pengjet, por vetëm 9 nga 28 pengjet e vrarë. Ministri i jashtëm i Polonisë, Radoslav Sikorski, paralajmëroi se Rusia mund të godasë thellë në Europë duke u bërë thirrje vendeve anëtare të BE-s dhe NATO-s të financojnë një mur dronësh për të mbrojtur krahun lindor të kontinentit. Rusia ndërmori një sulm të gjerë me raketa ndaj infrastrukturës energjetike të Ukrainës, duke goditur objektet e gazit në disa rajone dhe duke shkaktuar ndërprerjet e energjisë në 8 zona, përfshirë Kharkivin dhe Poltavën. Ndërkohë, sekretari amerikan i mbrojtjes Pete Hegseth paralajmëroi se Washingtoni dhe aleatët e tij do të vendosin kosto ndaj Rusisë nëse pushtimi i Ukrainës vazhdon, duke u bërë thirrje vendeve të NATO-s të rrisin blerjet e pajisjeve ushtarake amerikane për Kievin. Presidenti amerikan Donald Trump tha se mund të dërgojë raketa me rrezet të gjerë veprimi Tomahawk në Ukrainë pas bisedës me presidentin Volodymyr Zelensky, i cili kërkoi mbështetje më të fortë për kundër sulmet ndaj Rusisë. Presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, i bëri thirrje Serbisë të përshpejtojë reformat për sundimin e ligjit, zgjedhjet dhe lirinë e medias, duke paralajmëruar se durimi i BE-s po shteron, ndërsa Beogradi vazhdon të mbajë marrëdhënie të ngushta me Moskën.